E mërkura ishte gjatë në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Në garën për pozitën e kryeprokurorit të shtetit, që ka mbetur pa drejtues tash e 4 vjet, 5 kandidatët u intervistuan njëri pas tjetrit nga komisioni vlerësues. Në përfundim të procesit, më së shumti pikë mori kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë, Zejnullah Gashi, 91.6 pikë. Gjatë intervistimit, Gashi tha se nëse zgjidhet kryeprokurori i shtetit, do të jetë zëri i prokurorëve në KPK. Duke evidentuar të gjitha ato raste, ato ndërhyre nga jashtë, ato sulme, të cilët mund të ndikojnë drejt për drejt në pavarësinë e prokurorëve, ky mekanizëm do të shqyrtoj këto raste. Pas ti, me 89.3 pikë u rendit Adbedema. 3 komponentet kryesore të mijat, të cilat i përmban këtë koncept dokument janë profesionalizmi, integriteti dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional i prokurorit shtetit. Vetëm 0.3 pikë më pak mori prokurori i prokurorisë speciale Naim Abazi, i cili u vlerësua me 89 pikë. Abazi shpalosi një ide për prokurorët që thot se po përballen me ngarkesë të madhe të lëndëve. Duhet bëhet vlerësim korrekt i zgjedhjes së këtyre situatave se si një prokurori pas ka mundësi që të zgjedh lëndë më komplekse, ndoshta ose lëndë të cilat domethënë një prokurori tjetër me vite pritet derisa marrin rezultatin përfundimtar qytetar. Me 87 pikë u rendit Rafet Halimi. Në prezantimin e konceptit të tij, ai u ndalte koordinimi ndërmjet prokurorisë dhe policisë, duke propozuar edhe digitalizimin e komunikimit. Duhet të merret shumë në pyetje shumë të pandehur dhe dëshmitar, dhe kjo ka një kost edhe një merr kohë shumë të madhe. Unë do të propozoj me njëherë që të fillojmë projektin ashtu siç është edhe në prokurorinë speciale tashmë, që të ingjizohet biseda. Ndërsa me 86.3 pikë u vlerësua Shqipdon Faziu. Ai propozoi një sistem të ri për vlerësimin e performancës së prokurorëve. Nëse një prokuror e kupton se meritokracia është dhënë vend, pra se vetëm me anë të angazhimit të tij, vetëm me anë të punës së tij, do të avancohet në mënyrë sipas meritokracisë, atëherë pra identifikohen dobësitë, shpërblehen rezultatet, rritet motivimi. Secili kandidat u intervistua për 45 deri në 60 minuta. Pyetjet u fokusua në koncept dokumentin, integritetin e kandidatëve, aftësitë udhëhecëse dhe menaxheriale, si dhe njohuritë profesionale e teknike. Bazuar në rezultatet e intervistimit, të 5 kandidatët fillimisht do t'i propozohen Këshillit Prokurorial të Kosovës për votime, pastaj një emër i përveçëm procedohet për dekretim tek presidentja.